Horoskopi ditor e mërkur 4 mars 2026. Dashi, do të keni një dëshirë të madhe për ndryshim, sidomos nëse jeni të kënaqur në dashuri. Nga ana tjetër, mund të mërziteni shumë shpejt pasi nuk do të gjeni stimuj frymëzues. Lidhjet me të lindurit e shenjës Demit dhe Peshqve do të shkojnë drejt shuarjes. Megjithatë, këshillohet që të mos përfshiheni në dy histori paralele pasi mund të pendoheni. Demi, ditët e fundit kanë qenë të mbushura me tension, ndaj duhet të tregoheni të kujdesshëm. Po veproni me dinakëri dhe kujdes në sferën profesionale, ose ndoshta po mundoheni të përshtateni me situatat e reja, ka edhe nga ata që kanë përjetuar një krizë personale ose fizike. Ju pëlqenin ndryshimet, por nuk jeni në gjendje që ti menaxhoni. Binjakët, ndikimi i favorshëm i yjeve do të bëjë që të përballeni pa humbur kohë me debate apo keq kuptime. Megjithatë, fundjava mund të sjellë një rënje fizike. Këshillohet që ti përkushtoheni më shumë përmirësimit të raporteve private, duke lënë me një anë sferën profesionale dhe problemet financiare, të cilat sjellin vetëm ankth dhe dyshime. Gaforia, kjo fundjavë nuk sjell ndonjë ndryshim të rëndësishëm, sidomos në dashuri. Nga ana tjetër, mund të keni përballur me një problem për të cilin ka ardhur momenti që ta kapërceni. Nga pikpamja fizike, situata do të jetë e përmirësuar. Luani, në momentin që i natoseni dhe doni që të përmirësoni raportin në çift, do të thotë që për ju ka vërtet rëndësi njeriu që keni pranë. Në të kundërt, kur e kaloni situatën sikur nuk ka ndodhur asgjë, do të thotë se nuk i kushtoni rëndësi. Por gjatë orëve të fundit, keni pësuar një debulesë fizike, e cila do të vijojë gjatë gjithë ditës, duke bërë që të mos jeni në formë. Virgjëresha, ndikimi i yjeve gjatë fundjavave do të bëjë që të ndiheni të lodhur, gjë që mund të çojë në vendimin për të kaluar një periudhë vetëm, duke shmangur në këtë mënyrë situata stresuese. Këshilla më e mirë për ju është që të shmangni veprime të rrezikshme dhe të mendoni vetëm për veten tuaj. Peshorja, është një ditë e veçantë, e shoqëruar me ndonjë dyshim, një pasojë e momenteve të vështira që keni kaluar. Jeni në kërkim të një ekuilibri të brendshëm, gjë që nuk do arrini lehtësisht. Mundohuni të ruani qetësinë. Situata do të përkeqësohet sepse nëse jeni të rrethuar nga persona me të cilët nuk bashkëpunoni. Akrepi, do të përjetoni ndonjë tension më shumë gjatë kësaj dite. Këshillohet që të dëgjoni më shumë trupin tuaj dhe të ndiqni ambicjet. Ka ardhur një lajm të cilin e prisnit prej kohësh lidhur me sferën profesionale. Kush ka një aktivitet të vetin duhet të përkushtohet më shumë për të sqaruar situatat. Fatkeqësisht, kjo është nuk do t'ju gjej në gjendjen tuaj maksimale. Shigjetari, jeni të prirur që të çoni përpara situatat të jetë të komplikuara edhe për situatat më të vështira. Nuk jeni natyrë që pëlqeni të rini në vend, por doni të guxoni. Do të keni mundësi që të gjeni mënyrë edhe për t'u relaksuar. Bricjapi, kjo fundjavë do të jetë e mbushur me emocione të reja pozitive. Nëse ndjeni nevojën për të jetuar një pasion të madh, duhet të ndiheni të çliruar. Dikush mund të jetë privuar ndaj një personi tek i cili ka pasur dyshime, por kjo ditë do të ofrojë mundësi rikuperimi. Kjo është mjaft e favorshme sa i takon sferës profesionale. Ujori, do të ndjeni tension ajër për shkak të ndikimit të hënës, e cila do të ndërhyjë në çështjet familjare dhe sentimentale. Këshillohet që të shmangen tensionet në dashuri. Bëni kujdes edhe sa i takon gjendjes fizike. Peshqit, kush ka mbyllur një raport në të kaluarën apo ka jetuar një ndarje tashmë, do të ndihet më i qetë. Ndikim të favorshëm do të ketë edhe hëna. Këshillohet që të shmangni shqetësimet lidhur me situatën profesionale dhe çështjet ekonomike. Bëni kujdes që të mos përfshiheni nga pesimizmi pasi e keni ju situatën në dorë.